إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد نزيد ما دروا الله سبحانه وتعالى نفضل سورة المائدة ثت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب thot edhe bashkëpunoni me njëri tjetrin në mirësi edhe takvallëk e mos bashkëpunoni me njëri tjetrin në gjuna dhe armiqësi. Keni frikë Allahun, edhe keni frikë Allahun. Vërtet Allahu ka dënim të dhimbshëm edhe të rrept. Allahu subhanahu wa taala e ka dënimin e dhimbshëm dhe të rrept subhanahu wa taala. E ne, alhamdulillah, që Allahu në ka të bu në këtë gjami në Gjoricës, ku kemi vlezër shumë të që prej juve e një hoxalar të këtyre zonave, e vlezër të ndryshëm nga Kosova, nga Maqedonia, nga Shqipëria. Allahu ju rritë të gjitha që këni ardhur. Duhet të flasim për këta jetë. Këta jetë është mëse i nevojshëm për neve. Mëse i nevojshëm për neve. Që se si të bashkëpunojmë në hajrë dhe të ndihmojmë njëri tjetrin në të mira, të ndihmojmë njëri tjetrin në të mira. Ajo që na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala. Allahu na ka urdhëruar që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin në birr. Birr do thotë fjala birr që ka përmendur Allahu në këtë ajet, i përmbledh të gjitha të mirat, edhe të gjitha të mirat e shariatit, do thotë në të gjitha mirësitë. Bëhuni bashkëpunoni bashk në të gjitha mirësitë. Edhe bashkëpunoni po ashtu në takvallëk, në gjëra të cilat çojnë në frikë nga Allahu subhanahu wa taala, në gjëra të cilat nxisin në frikë nga Allahu subhanahu wa taala. E mos bashkëpunoni në ithm edhe në udwan, thotë në ithm, në gjuna, në gjëra që janë gjuna ndaj Allahut, mos bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala dhe në armiqësi. Kjo është bazë për të cilën duhet të punojnë muslimanët. Për të cilën duhet të punojnë muslimanët, posaçërisht ata të cilët janë të angazhuar në thirrje dhe të cilët i thrasin njerëzit drejt rrugës së Allahut subhanahu wa taala, të cilët i udhëzojnë njerëzit, u tregojnë njerëzve rrugën e Allahut, i thrasin ta besojnë Allahun një dhe ta besojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si të dërguar të tij dhe ta pasojnë rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të sahabëve të tij. Ky bashkëpunim është shkak që të bashkohen zemrat. Dhe zemrat janë të bashkuara me një tjetrin. Çka thon Allahu subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Thot edhe kapuni të gjithë fort me litarin e Allahut dhe mos u përçani. E litari i Allahut që Allahu ka përmend hablullah është libri i Allahut dhe suneti të dërguarit të Allahut Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam. Nëse muslimanët bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe e ndihmojnë njëri tjetrin, atëherë kjo do të jetë shkak të bashkimit tyre dhe lidhjes së fortë me Allahun subhanahu wa taala. Edhe kur ta dini se sa ka nevojë njeriu për ndihmë edhe bashkëpunim me vëllezërit e tij, na mjafton shembulli i Musait alayhi salatu wassalam. Kur Allahu subhanahu wa taala e dërgoi Musain alayhi salatu wassalam dhe për zgjodhi që të jetë i dërguar i Allahut,
çka kërkoi Musa pas kësaj nga Allahu subhanahu wa taala? Ka thënë: Rabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatan min lisani waj'al yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Haruna akhi ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Thon e ka lutë Allahu subhanahu wa taala, ka thënë: Rabbi shrah li sadri, o Allah mazgjëra zemrën, gjoksin tim. Wa yassir li amri, edhe ma lehtëso punën time. Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, ka thënë edhe ma lehtëso thot gjuhën që më lidhet nga njerë. Thonë se ka pas diçka Musa alayhis salam në gjuhën e tij kur ka folur, që ka pas vështirësi në folje. Mirë po, Allah ja ka lehtësuar këtë punë. Që ta ma kuptojnë të folurin tim, edhe ja ka mundsuar Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë: "Waj'al li waziran min ahli", edhe më bën një wazir, një ndihmës, një ministër që do të jetë me mua atë kohë nga familja ime. Haruna akhi, Harunin vllaun tim. Ushdud bihi azri wa ashrikhu fi amri. Ma shtrëngo me të punën time dhe bëje të jetë ai partner në çështjen time. Edhe Allah subhanahu wa taala atë ka zgjedhur pastaj të jetë pejgamberi i Allahut bashkë me Musa alayhi salatu wassalam. Duke qenë pejgamberi i Allahut, ka kërkuar ndihmën e Allahut të ketë bashkëpunëtor në këtë punë. Nga se nuk është e lehtë thirrja në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Nuk është e lehtë. E në çdo punë të njeriu duhet të bashkëpunoj. Të dini edhe Allahu subhanahu wa taala kur e urdhroi Ibrahimin alayhi salatu wassalam të ndërtoj Qabën, ai në atë punë Allahu subhanahu wa taala në atë punë ka bërë të bashkëpunoj edhe me çunin e tij, me djalin e tij Ismailin. Çka thon Allahu subhanahu wa taala, ka wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahira baytiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'i as-sujud. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. شافن هذا كور ja kemi bërë si porosia se ja kemi dhënë se kusht Ibrahimit alayhi salatu wassalam dhe Ismailin ta pastrojnë shtëpinë time dhe ta bëjnë që për ata të cilët bëjnë tawaf, edhe ata të cilët bëjnë ukuf, do të thotë që qëndrojnë në të dhe ndalen edhe bëjnë itikaf apo qëndrojnë në xhami, në Qabe, edhe ata që bëjnë ruku edhe sejdë. Për ata që bëjnë ruku edhe sejdë. Edhe ka thënë pastaj edhe kur Ibrahimi ingriste bazat e shtëpisë bashkë me Ismailin. Do të thonin Rabbana taqabbal minna, thonin o Zoti ynë, na pranon nga ne. Kështu duke qenë pejgamberi i Allahut subhanahu wa taala, ka qenë në atë pozitë të lartë, prap Allah i ka ndihmuar me birrin e tij, me Ismailin, babain arab dhe stërgjyshin e Muhamedit sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahu subhanahu wa taala ka treguar për Dhul-Qarnainin alayhi salam wa barakatuh. Për Dhul-Qarnainin, të cilin Allahu subhanahu wa taala i cili thot Allahu i cili i ka dhënë pushtet shumë të madh në tokë. Mirë po kur e ka ndërtu pendën që i ndal Ya'juj wa Ma'juj, çka ka thënë? قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Ata me cilën më ka dhënë mua Allah është më mirë nga sa ata i kanë ofruar pasuri. Ka thënë jo, s'dua pasuri, po dua forcë që të bëjnë mes juve dhe aty një lloj pende të vogël, pengese. Do të ka kërku duke qenë Dhul-Qarnaini, atë pozitë që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, përkundër kësaj ka kërkuar ndihmë për atij popullit që kanë kërkuar që të ketë një pengesë mes tyre dhe Ya'juj dhe Ma'juj, përkundër asaj që ka pas, përkundër forcës që ka pas. E bashkëpunimi mes muslimanëve është shkak i forcës tyre, së tyre. Çka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dhuhu ba'dhan. Besimtari për besimtarin është sikurse ndërtesa.
e cila e forcon njëra tjetrën. Tullat e ndërtesës e shtrëngojnë njëra tjetrën, e forcojnë njëra tjetrën. E forcojnë njëra tjetrën. Dhe kur bën ndërtesa e fortë, bëhet me këto tulla të cilat të ngjitura me njëra tjetrën. Ashtu duhet të jetë besimtari për besimtare. Do të jetë ai i cili i ndihmon vllaut të tij. I ndihmon vllaut të tij dhe e forcon në gjërat që ka nevojë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në një hadith të vërtetë, ka thënë: "El-mu'minu akhul mu'min, el-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yaslamuhu." Thot muslimani është vllau i muslimanit. Nuk i bën atij zullum. E as nuk e dorëzon, thot, nuk e lën keq, nuk e lën besimtar, as nuk e dorëzon te mosbesimtarët, por as nuk e lën keq, nuk e lën në balë, që thënë besimtari. Thot men kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. E kush është në nevojën e vllaut të tij, kur ka nevojë vllau i tij për gjëra, thot Allahu do të jetë ai i cili ndihmon vllaut të tij. Ai që i ndihmon vllaut të tij. Në ka thënë Allahu subhanahu wa taala kur i ka përmend shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, edhe ka përmend shembullin e tyre siç janë të përmendur në Teurat, ka thënë: "Wa mathaluhum fi at-Taurati كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار." هذا شامل tyre në Injil, në Injilin që i ka zbritur Isait alayhi salatu wassalam, është sikur se një pemë e cila e nxjerr shifën të vogël pemës harrej. Çysh? Filizin, po, që nxjerr filizin e tij, se një lloj pemë që nxjerr filizin. Thot edhe e ndihmon filizin e tij. Edhe forcohet ai dhe bëhet i fortë. Ashtu duhet të jenë besimtarët me një tjetër. Ashtu duhet të jenë besimtarët me një tjetër, siç kanë qenë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam, me njëri tjetrin. E kanë forcuar njëri tjetrin, i kanë ndihmuar njëri tjetrin. S'kan thënë ata për shembull, un jam që 20 vjet, që 30 vjet i parë në këtë vend, edhe muslimani i parë, pasuesi i sunetit i parë, imami i parë, ti si askushi, jo, përkundrazi, e merr vllain e vet, i ndihmon, e bën të jetë sikur ai, edhe të bëhet i fortë, edhe të njerëz të tjerë ai që i ka mësuar çuditet me ta, e kafirat hidhrohen shumë me ta. Kafirat, mosbesimtarët hidhrohen shumë me ta. Sa prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wa sallam kanë qenë që Islamin e kanë pranuar vonë. Mirë po, shpejt kanë përparuar në Islam. Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu e ka pranuar Islamin vonë. Mirë po, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka jap as i pozite. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë as i pozite, saqë ka mendu Amr ibn al-As se është njeriu më i dashur te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Se sa që e ka pa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai i ka buzëqesh. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka buzëqesh atij. Saqë Amri radhiyallahu ta'ala anhu ka mendu se është më i dashur i tij. Ka thënë: "Men ahabbu an-nasi ilayk?" Ka thënë: "Aisha." Ka thënë: "La ana ahlika sa'altuk walakin min ar-rijal qal abuha." Ka thënë: "Kush është njeriu që ti e don më shumë ti?" Ka thënë: "Aisha radhiyallahu ta'ala anha." Ka thënë: "Nuk po të pyes për familjen tënde." Ka thënë: "Baba i saj, Abu Bakr radhiyallahu ta'ala." Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kështu ka qenë i dashur me njerëzit. Kur e kanë pa njerëzit, ka qenë i buzëqeshur sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit kanë menduar që për buzëqeshjes dhe sjelljes së mirë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa ai njeriu është më i dashur te ai. Edhe pse ndoshta nuk është më i dashur i tij, mirë po e ka lënë atë mendësi, nga se ja ka dhënë veten e tij tërësisht. Kur ka pas nevojë muslimani për dikë, i është drejtuar atij. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi. Që ka përmenë Allahu subhanahu wa taala kur e ka këshilluar Lukmanit çunin e tij, ka thënë edhe mos e largo, ka thënë, faqen tënde nga njerëzit, mos e largo nga njerëzit. Thotë kur të flisësh me njerëzit, këshyrin fytyrë. Këshyrin dikon kur flet me një njeri, mos këshyr anash. Njeriu që nuk e respekton dikë, kur flet me dikë nuk e këshyr fytyrë, këshyr anash, diçka nuk e këshyr fytyrë. Ndosh me respektu njerin, e këshyr fytyrë kur të falësh me ta. E këshyr drejt fytyrë kur të falësh me ta. Për shënt respektin.
E Muhamedi sallallahu jo vetëm që i ka kshyer njerëzën në fytyrë, po dhe i ka buzëqesh sallallahu. Edhe ja ka jap kohën e tyre sallallahu alaihi wasallam. Kështu ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sa që kanë menduar njerëzit se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i don ata më së shumti. Don ata më së shumti. E prandaj besimtari siç thash o vllaznik mirë, duhet të ndihmojnë njëri tjetrin, në punë të mira, Tani për shembull në davet, ta ndihmojnë njëri tjetrin në mësime, ta ndihmojnë njëri tjetrin në botime të librave, ta ndihmojnë njëri tjetrin me davet, dhe thirrje në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, ta ndihmojnë njëri tjetrin duke i jep fytyrë të mirë islamit, edhe pamje të mirë islamit dhe sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të bëhemi shembull të mirë për veprat tona të mira. Disa nga dietarët kur kanë nuk i kanë pa vëllezërit e tyre për të dietarëve të tjerë. Mirë po, aq mirë kanë dëgjuar për ta për njerëz të tjerë, saqë kur i kanë pa ata kanë menduar se kurse i kanë pa për një kohë të gjatë. Pse? Sepse njerëzit e mirë i kanë sjell lajme të mira për ta. Të bëhemi ne prej atyre për vëllezërit tonë të mirë, sjellim lajme të mira, afrojmë lajme të mira. E nuk dërgojmë lajme të këqija, edhe gjërat që s'kan nevojë për to njerëzit te njerëzit tjerë. Për shembull, në çdo shoqëri, edhe në çdo komunitet, në çdo fshat, në çdo qytet, ka të mira e ka të këqija. Mos bëhemi sikurse miza që shkon te, e din ku shkon miza. Por bëhemi sikur bleta që shkon vetëm te ëmbla, te e mira, te nektari. Ashtu duhet të jetë besimtari. Ti shikoj gjërat e mira dhe të flas për gjërat e mira. Dhe të flas për gjërat e mira që i sheh, edhe posaçërisht te vëllezërit e tij, edhe te komuniteti i tij musliman. Për ato të flas, e të mundohet të përmirësoj të mirat e vëllezërve të tij. Të përmirësoj të mirat edhe të shtoj të mirat të vëllezërve të mi. Nëse shet këqija, le të mundohet të përmirësoj ato, mirë po me rrugë sheriatike, duke i këshilluar njerëzit me fjalë të mira, me sjellje të mira, me këshilla të mira, në atë mënyrë. E mos bëhet prej atyre që e largojnë edhe shkatërrojnë davetin, edhe bëhen shkaktar për shkatërimin e davetit. Një prej shembujve që njerëzve që fatkeqësisht janë bërë të tillë ka prej muslimanëve që bëhen shkatërimtar të davetit. Është njëri në një vend këtu afër juve që unë një personalisht që ka shkatëruar dhe vazhdon të shkatërrojë davetin. Njëri prej tyre kanë pas vëllezërit një xhami në një qytet në Zvicër. Edhe ka qenë xhami thotë e vëllezërve tonë selefi. Edhe ka pas në të davet, ka pas gjëra. Ky ka shku fitnexhiu, ka shku, edhe ka arrit me 2-3 herë që ka shku atje, ka arrit xhamatin e asaj xhami mi ndon dysh. Ti kështu, ti ashtu. Ti nuk e bën bidatxhi këton, ti nuk e bën bidatxhi këton. Ti e bën bidatxhi këtë, ti s'e bën bidatxhi këtë. Edhe çka ka qenë rezultati i fitnessit të tij është mbyll xhamia. Kjo është rezultati i davetit disa njerëzve. Disa njerëz bën shkak të ndërtohen xhamiat. Të ketë në xhamia, të thirrët në xhamia ezani. Thuhet la ilaha illallah Muhammadur Rasul, të thirritet në ezanin Muhammed, të mësohet në të libri Allahut, të mësohet në to suneti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, të bëhet davet në to. Ndërsa ka njerëz fatkeqësisht që bën shkaktar të mbyllen xhamiat për shkak të ignorancës, dhe për shkak të ekstremizmit në fe të Allahut subhanahu wa taala. Për shkak të ekstremizmit në fe të Allahut azza wa jalla. Allahu di mas miri, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Ne në mesin ton e kemi vllahun ton Abdullah Nabollin, kishim pas qeft në vijë dhe të na flas diçka doktori i nderuar, Allah i rujtë, forcoft dhe shpërbleft për praninë e tij, dhe që ka ardhur nga Tirana të takohet me neve, Allah e shpërbleft me shpërblimin e tij. Tfadhali Sheikh, barakallahu fik.